Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore dhe Monumenteve në Gjirokastër në bashkëpunim dhe me Bashkinë e Dropullit janë duke hartuar projektin restaurues të rrugës drejt qytetit antik të Hadrianopolit. Kjo pohohet nga Ardis Duka, drejtori i Trashëgimisë Kulturore, që ndër të tjera tha se tashmë ka nisur edhe rrethimi i këtij siti arkeologjik me qëllim mbrojtjen e vlerave të tij, ku shqetësim ngelet kullotja e tufave të baktive, fakt jo vetëm i pakonceptueshëm, por njëherë as i dëmtim edhe të punës së ekipit arkeologjik italo-shqiptar, prej më tepër se 15 vitesh në këtë qytet antik. Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër, në kuadër të planit vjetor për ndërhyrjen e mbajtjes dhe restaurimit të monumeve të kulturës, është duke ndërhyrë me rrethimin e teatrit antik të Hadrianopolit, ndodhur në fshatin sovjetik Bashkia e Dropullit. Konkretisht, në kuadër të ruajtjes dhe konservimit të monumenteve, pasi kjo zonë është shumë e rrallë nga bagëtit, ne jemi detyruar që të bëjmë një rrethim të saj pas miratimit të këtij rrethimi në Këshillin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore Materiale. Dhe punojësit e regionale janë aktualisht duke përfunduar gjithë pjesën e rrethimit të këtij siti. Gjithashtu, kjo gjë sjell edhe një performancë më të lartë për vizitorët e ndryshëm që vijnë në këtë sit, po edhe në bashkëpunim me Bashkinë e Dropullit është duke hartuar dhe projekti për rehabilitimin e segmentit rrugor të çon në drejtimin e këtij. Qyteti antik i Hadrianopolit ndodhet në territorin e Bashkisë Dropull dhe aktualisht mund të vizitohet pa pagesë, ndërsa gjatë pikut veror Drejtoria e Trashëgimisë Kulturore vendos në dispozicion të vizitorëve specialistët e saj që i njohin me historinë e këtij qyteti antik. Ky qytet është ndërtuar nga perandori romak Hadrian në shekullin e dytë para erës sonë. Parku arkeologjik i Hadrianopolit është një park i cili nuk është me pagesë. Pra, në këtë park nuk është se ofrohet shërbim biletarie apo dhe shërbime të tjera siç janë Cicerone dhe kështu. Gjithashtu në të gjithë sitet e arkeologjisë, apo jo vetëm në të muzeve në Shqipëri, janë të vendosur disa guida të cilat janë tur operatorë privat të licencuar nga Ministria e Turizmit, të cilët ushtrojnë funksionin e guidave. Në këtë sit në periudhë të ndryshme kohore, punësit e drejtorisë rajonale ofrojnë shërbimin e guidave në pikun e sezonit turistik, konkretisht në muaj korrik-gush, ku ka dhe vizitorë më të